Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: një ditë ju tha njeriu të mirë Lukmanit: cili prej njerëzve është më i miri? Lukmani u përgjigj: besimtari i pasur. U pyet: i pasur me pasuri? Lukmani tha: jo, por i pasur me dije. Ai që kur të tjerët ka nevojë për të, përfiton nga dituria e tij, dhe kur nuk ka nevojë, ai mjaftohet vetë me dijen e tij. Ky hadith i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, thekson se vlera e njeriut nuk matet me pasurinë materiale, por me pasurinë e dijes dhe të besimit. Imam Aliu, duke cituar përgjigjen e Lukmanit të urtë, na mëson se njeriu më i vlefshëm është ai besimtar që është i pasur me dije, e cila është një pasuri që u sjell dobi të tjerëve kur ata kanë nevojë. Pra, dija është pasuri e qëndrueshme, sepse e bën njeriu të dobishëm për shoqërinë dhe të pavarur në jetën e tij, ndryshe nga pasuria materiale, e cila shpenzohet dhe humbet. Dija shtohet duke u shpërndar. Në thelb, hadithi na thotë se njeriu më i mirë është ai që ka besim dhe dije, dhe që e përdor dijen në shërbim të njerëzve dhe të vetes.